Tash me teorinë e gjasave konsideroj që nuk mund të ketë konjusa një, edhe pse në politikë gjithçka mund ndodh, por duke pas parasysh edhe diskutimet brenda subjektit i cili ka nominu dhe kandidimin apo nominimin e zotit Konjusa e konsideron si kompromis të skajshëm në relacion me procesin e konstituimit edhe të qeverisë institucion qendror, nuk konsideroj që mund të ketë dhe nuk mendoj që është, ta themi kështu, qëllimi parsor i vetëvendosjes që të ketë qeveri Konjusa një me çdo kusht. Prandaj rrjedhimisht nuk ka ndonjë iniciativë, ta themi kështu, serioze nga vetëvendosja, së paku në dukje që me çdo kusht të shkohet në krijimin e qeverisë Konjusa një, sepse... A, po më thua që vetëvendosja ka vendosur Konjusën vetëm për kamuflazh? Jo, vetëm se ka vendosur me qëllimin parsor që të shkohet me një marrëveshje për 3 gjëra themelore, që është buxheti, që është marrëveshjet ndërkombëtare, respektivisht Banka Botërore dhe Plani i Rritjes Bashkimit Evropian, si dhe RTK-ja dhe pagat mbi 80.000 plus shërbësve civil. Kjo është qëllimi parsor, po në qoftë se thehen parimet e vetëvendosjes, atëherë nga tradita historike apo nga mbamendja politike historike e veprimit të vetëvendosjes, nuk konsideroj që ata do t'i thenin parimet e tyre domosdo për krijimin e një konstruksionit të quajtur qeveria Konjusa një. Dhe kjo natyrisht në konde të ndryshme, nga analistë të ndryshme edhe nga opinioni publik mund të duket si gjetje e momentit, diçka që duhet me bleko, por nuk konsideroj që bleko.